Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun, Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, mirësitë, bekimet dhe mëshira e Zotit qoftë mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa zidna ilman ya alim. O Allah, o Zot, ne nuk kemi dije tjetër përveç asaj dije që ti na ke dhuruar, ti je i gjithdituri dhe ti je i urti. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu wa nu'allimuhu hujjatan lana la hujjatan alayna, shahidan lana la shahidan alayna, shafi'an lana indaka ya rabbal alamin, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. O Allah, o Zot, në mëso atë që na bën dobi e na bëj dobi me atë që na ke mësuar. O Allah, o Zot, bëje dijen ton argument dhe dëshmi për ne, jo argument dhe dëshmi kundër nesh, bëje ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit, atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria, as pasardhësit, vetëm se kush i vjen Allahut me zemër të pastër, të shëndetshme dhe vepra të mira. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka as-sawaba fi al-qawli wal 'amal. O Allah, o Zot, na njeh me të vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës dhe na njeh me të kotën me të pavërtetën dhe na largo prej saj ya rabbal alamin. الإخوة الذين لا يتحدثون باللغة الألبانية نستسمح منهم لأن هذه أسئلة وأجوبة تتعلق بأمور الإخوة والأخوات في ألبانيا، فنستسمح لأن الحديث سيكون باللغة الألبانية. جزاكم الله خير. Atëherë po filloj me pyetjet të cilat kanë ardhur. Është një pyetje që ka të bëjë dhe me kohën, cilën ne jemi, që është cila është filozofia kryesore e kurbanit? A mos vallë ka të bëjë kurbani me mëkatin e parë që mbarti njeriu dhe trashëgohet brez mbas brezi, dhe gjaku simbolizon shlyerjen e mëkatit. Sipas Islamit, kurbani është adhurim, si të gjitha adhurimet që bëjnë muslimanët: namaz, agjërim, zekat, kurban, dua, dhikr. Në Islam nuk është kurbani koncept i gjakut për të shlyer mëkatin e trashëguar, sepse në Islam nuk ka mëkat të trashëguar. Ademi alayhi salatu wassalam dhe Havaja, kur kanë zbrit në tokë, kanë zbrit pa mëkat apo me mëkat? Sipas Islamit kanë zbrit pa mëkat. Argumenti: Qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Ata të dy thanë: o Zot, bëm padrejtësi të madhe me këtë që bëm, prandaj na fal, se po nuk na falet ti, ne jemi të humbur. Zoti çfarë tha në një ajet tjetër kuranor? Allahu e inspiroi Ademin dhe Havan se si duhet luten, ata u lutën dhe u pendua, Zoti u pranoi pendimin, mbaroi historia. Ardhja në tokë e njeriu të parë, Ademit alayhis salam dhe gruas tij, Havas, është si më thonë një lloj pastrimi dhe shlyerje e gabimit, por ata u falën nga Zoti i gjithësisë. Kështu që koncepti i transferimit të mëkatit dhe ideja se kurbani është për shlyer mëkatin e trashëguar dhe se ne muslimanët bëjmë kurban vit për vit për shlyer mëkatin, jo, s'ka lidhje fare. Ne e shlyejmë mëkatin me namaz, ne e shlyejmë mëkatin me agjërim, ne e shlyejmë mëkatin me haxh, ne e shlyejmë mëkatin me tobe, ne e shlyejmë mëkatin me Kur'an, ne në Islam kemi aq shumë kapitujsh
për shlyer mëkatin, saqë edhe sprovat e fatkeqësitë edhe dhimbja e kokës, edhe streset konsiderohen larje dhe pastrim nga gjunahet dhe mëkatet. Kurbani është një nga adhurimet që i kushtohet Zotit dhe nuk ka as më mëkatin e parë, as transmetimin dhe trashëgimin e mëkatit, sepse ne muslimanët besojmë njeriu lind i pastër, njeriu lind pa mëkat. Çfarë pastroj, çfarë të laj? Mëkaton gjatë jetës shumë mirë, si çdo njeri. Çfarë duhet bëj? E pastron mëkatin e tij me adhurim, me namaz, me dua, me lutje, i vin sprova, i vin fatkeqësi e kështu me radhë. Kështu që nuk është koncepti i gjakut ky, nuk është ky. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ditë. Pse? Sepse në Islam nuk ka transferim mëkati. Allahu xhelle xhelalu çfarë tha në Kur'an? Alla tazira waziratun wizra ukhra. Askush nuk e mbart mëkatin e tjetrit. Mbaroj historia. Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Çdo fëmijë që lind i pastër, si në besim, si në natyrshmëri, si në mëkate dhe në gjunahe. Kështu që koncepti i kurbanit është komplet gjë tjetër. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, fasalli li rabbika wanhar. Falu për Zotin tënd dhe për të bëje kurbanin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin. Thuaj, jeta ime, vdekja ime, falja ime, kurbani im i kushtohen Allahut, Zotit të botrave. Unë për këtë jam urdhëruar. Kush po flet? Muhamedi alayhis salam. Unë për këtë jam urdhëruar dhe unë jam i pari i muslimanëve. I pari musliman në kuptim nga koha e tij e pas, sepse edhe Ademi alayhis salam ka qenë musliman, edhe Idrisi alayhis salam ka qenë musliman, edhe Nuhu alayhis salam ka qenë musliman, edhe Shiti alayhis salam ka qenë musliman, edhe të gjithë pejgamberët kanë qenë musliman, po flasim për këtë kohë, pra nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e deri në ditë kiametit, i pari ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që mëkati dhe kurbani nuk ka të bëjë me shlyerje të mëkatit të mbartur apo të mëkatit aktual. Po, është e vërtetë që kurbani është një nga format se si muslimanët afrohen me Zotin, po edhe nuk u afrohen me Zotin, pastrohen gjunahet. Po kurbani nuk i shlyn gjitha mëkatet në Islam. Kush i fshin gjitha mëkatet në Islam? Islami, kur dikush bëhet musliman. 2, pendimi. 3, haxhi. 4, hijreti. Kurbani nuk shlyn gjitha mëkatet. Mund shlyt sa mëkate, po jo të gjitha. Për këtë arsye Allahu xhelle xhelalu tha në Kur'an, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin tanaluhu taqwa minkum. Nuk shkon ke Zoti as mishi, as gjaku i kurbanëve. Po çfarë shkon ke Zoti? Devotshmëria juaj, sepse ju po sakrifikoni nga pasuria juaj për hatrin e Zotit më ushqy njerëzit. Për këtë arsye quhet festa e sakrificës. Pra, ne sakrifikojmë nga pasuria jonë për hatrin e Zotit. E qartë? Pra nuk ka të bëj fare me atë që mund ta interpretojë dikush apo të thotë. Përkundrazi ne themi Ibrahimi alayhis salam u shkoi dhe urdhëruar nga Zoti për të therrë djalin e tij, në momentin që ai e vendosi dhe i biri i tij e pranoi urdhrin e Zotit, dhe ai mendoi se duhet ta çojë në vend këtë urdhër sepse urdhri kështu ishte i qartë, i thjeshtë. Djalin duhet ta bësh kurban. Ëndër nga Zoti, sepse profetët nuk kanë ëndra djalli. Atëherë Ibrahimi alayhis salam kuptoi që Zoti po urdhëron që të bëj kurban birin e tij. Të nesërmen i thot djalit vet o bir, Zoti ka thënë që duhet me të bëj kurban. Dhe Ismail alayhis salam ishte 15 ose 16 vjeç kur i ka ardhur ky propozim. Çfarë tha? Ja abati fa'al ma tu'mar. O baba im, o babush, kështu po ta përkthesh pra me përgëdhëli. Bëj çfarë i urdhëruar, se të gjiduni insha Allahu min as-sabirin. Unë do t'jem durimtar,
ti bëj çka ka thonë Zoti. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Kur u dorëzuan të dy, Ibrahimi dhe i biri i Ismaili, dhe e shtriu për tokë, me fytyrë për tokë, pra ka kthy birin me fytyrë nga toka, dhe kur është bërë gati me prerë, jo si shtot populli, e ka vu thikën përse ka prej thika, jo, kur është bërë gati, me ja vu thikën, i ka ardhë fjala e Zotit, Eja Ibrahim, o Ibrahim, e çove në vend urdhnin tim, mjafton. Zoti nuk do të therrën njerëzit, as therrën fëmijët, nuk do Zoti gjë të tillë. Thjesht Allahu pa se ti para Zotit nuk vën askënd. Allahu pa, me kuptimin vërtetoj, për njerëzimin mbar, se Ismaili para Zotit s'vën askënd, alayhi salatu wassalam. Do të thuash ti, po ne a jemi një shkallë tillë, a jemi një grad tillë, se ka kërku kush prej nesh, se Zoti di që ne si jemi në atë shkallë dhe në atë grad. Ndërsa Ibrahimi a.s. do të quhej, çfarë titulli do të merrte Ibrahimi? Imamul Anbiya, ose si më thënë, Ebul Anbiya, babai i profetëve. Shumica e pejgamberëve kanë ardhur nga Ibrahimi a.s. e mrapa. Pejgamberi jon Muhamedi a.s. ka ardhur nga Ibrahimi alayhi salatu wassalam, për këtë arsye, do të thonë, ka qenë Khalilullah. Khalilullah, i dashmi i Zotit. Vetëm 2 persona në këtë botë kanë gëzuar këtë titull. Ibrahimi i pari, alayhi salatu wassalam, dhe i fundit, dhe i dyti dhe i fundit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që Allahu vërtetoi për njerëzimin mbar pse Ibrahimi është Khalilullah. Ky ishte një nga argumentat. Ka shumë argumenta pse Ibrahimi a.s. ka qenë Khalilullah, i dashmi i Zotit, dhe një nga argumentet është dorëzimi pa e vënë fare, domethënë, dhimbshurinë në punë, pa e vënë fare, si më thënë, arsyen absolutisht. Tha Zoti, o birë, kështu ka thonë Zoti. Po ti çfarë mendon? Tha, bëj çfarë ka thonë Zoti. Unë do të jem prej durimtarëve. Pra, mesazhi i cili është, mesazhi është që Zoti s'po kërkon prej nesh të tilla akte, po kërkon prej nesh me u çu për sabah. Po kërkon prej nesh të falim sunetet, s'po flasim për farzët më. Po kërkon prej nesh të jemi të kujdesshëm. Këto gjëra që Zoti ka kërkuar për nesh janë shumë pak në krahasim me atë që çfarë kërkoi për Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Dhe këtu ne kuptojmë se çfarë pozite ka pas Ibrahimi alayhis salam dhe se me të vërtetë ka gëzuar. Pra nuk ka qenë një zgjedhje hajtë se po e marr. Ka qenë e merituar zgjedhja e Ibrahimit alayhis salatu wassalam dhe një nga argumentat është ngjarja. Kështu që Allahu ja zëvendësoi therrjen e të birit me çfarë? Me çfarë zëvendësoi? Me një kurban. Pra kurbani nuk është shlyerje e mëkatit fillestar, apo shlyerje e mëkatit të trashëguar, apo shlyerje e mëkatesh. Jo, Zoti e zëvendësoi aktin më mahnitshëm, më të mrekullueshëm mund bëj një njeri, Ibrahimit alayhis salam, e zëvendësoi Zoti me një kurban xheneti dhe e theri Ibrahimi alayhis salam dhe mbeti si traditë kjo punë deri kur? Deri në ditë kiamet. Për këtë arsye unë them gjithmonë, ndjekja jonë e Ibrahimit alayhis salam krahasim me të tjerët është ndjekje veprore. Ndjekje veprimesh, jo thjesht ndjekje kuptimore apo ndjekje teorike. Se gjithë themi Ibrahimi alayhis salam, Ibrahimi Abraham, okay. Po ne me Abrahamin jemi të lidhur me çdo detaj. Qabja u ndërtua nga kush? Nga Ibrahimi. Kush i drejtohet Qabës kur falet? Sa'i mes Safas dhe Merves, nga na erdhi? Nga gruaja e Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Kush bën Sa'i mes Safas dhe Merves? Uji i Zemzemit nga na erdhi? Gjuajtja e gurëve nga na erdhi?
e shumë gjëra të tjera që ne jemi të lidhur konkretisht dhe në mënyrë, si më thënë, veprimore me Ibrahimin alayhis salam dhe jo thjesht një lidhje teorike apo thjesht ne jemi pasues të Ibrahimit alayhis salam. Ne jemi konkret. Ne bëjmë çfarë ka bërë Ibrahimi alayhis salam. Cilat janë moshat që duhet kenë kafshët të cilat theren dhe cilat janë këto kafsh. Kafshët që theren për kurban janë ato që i ka përmend Allahu në surën Al-An'am. Në surën Al-An'am. Cilat janë kafshët që Zoti ka përmend në surën Al-An'am? Ka përmend delet, dhit, lopët dhe devet. Kafshët e tjera nuk bëhen kurban përveç këtyre kategorive. Normalisht që dhit dhe delet vlen për familje, pra si një, ndërsa lopët, gjedhët, pra lopët, bullicat, devet, shërbejnë për 7. Pra 1/7, kurse delet edhe dhit 1. Çfarë moshe duhet të kenë? Delet nuk lejohet nën 6 muaj. Nuk lejohet nën 6 muaj, pra 6 muaj e lartë. Dhit nuk lejohet në 1 vit, pra 1 vit e lartë. Lopët nuk lejohet në 2 vjeç, 2 vjeç e lartë, ndërsa devet nuk lejohet në 5 vjeç, pra 5 vjeç e lartë. Pavarësisht se ne nuk kemi deve këtu në Shqipëri, po ideja më thënë. A ka ndonjë rregull se çfarë duhet bëjmë me mishin e kurbanit? Mishi i kurbanit është i lirë për të konsumuar i tëri, gjysma, 1/3, për të dhënë i tëri, për të dhuruar i tëri, për të dhënë sadaka i tëri. Por ai që është thënë nga të parët tanë, thotë kurbanin e ndajshin 3 pjesë. Kurbanin e ndajshin 3 pjesë. 1 pjesë e marrshin për vete, 1 pjesë e jepshin dhuratë dhe 1 pjesë e jepshin sadaka. Ku është dallimi mes dhuratës dhe sadakas? Sadakaja shkon tek muslimanët, ndërsa dhurata mund të shkojë edhe tek jo muslimanët. Pra ti mund i bosh dhuratë mish kurbani dhe një që nuk beson, apo është një feje apo një besimi tjetër, ndërsa sadakaja shkon tek muslimanët. Dohet të pyesja lejohet mishi i kurban bajramit të mbahet në shtëpi në frigorifer apo duhet dhuruar i gjithi atë ditë? Lejohet që mishi i kurbanit mbahet aty, nuk përbën asnjë lloj problemi. Për këtë arsye në vendet ku ka organizime interesante mbi kurbanin, therën kurbanët shpërndahen, mbeten, ruhen aty, edhe shpërndahen gjatë gjithë vitit, ose i çojnë në vendet ku kanë nevojë për kurbane. Kështu që nuk përbën problem. Nuk përbën problem, pra mund ta mbajnë, sepse ka një hadith që thotë ka ndaluar profeti sallallahu alajhi wasallam që ti mbajnë kurbanet më shumë se 3 ditë. Pra mund të hajsh ti kurban deri në 3 ditë, pastaj s'lejoheshe. Por thotë pejgamberi, ka hadith tjetër që thotë unë me të vërtetë ju pata ndaluar që ti mbanit kurbanet më shumë se 3 ditë, tani mbajini. Pra ka qenë zi, ka qenë kohë e vështirë, dhe pejgamberi sa se më tha 3 deri në 3 ditë. Atëherë njerëzit detyroheshin që të jepshin kurbanet e të mbanin vetëm çfarë mund të konsumonin për 3 ditë. Po kjo ka ndodhur vetëm një herë. Pastaj është shfuqizuar dhe është lejuar që ruhet. Për këtë arsye, si quhen ditët mas Kurban Bayramit në gjuhën arabe? Ejamu Tashriq. Ditët e Tashrikut. Pse kanë marrë këtë emër? Në atë kohë nuk kanë pas frigorifera. Hajshin ditën e Kurban Bayramit që thershin, ngishin ku ta çonin, çfarë bonin? E prisnin me feta të holla, e rrihnin dhe e ternin. Siç i thuhet sot mishit të terur ose pastërmaja. Si pastërmaja, po pastërmaja është muhabet tjetër. Ke o gjaku me ty, me ka aromë, ku dëgjon e tjerë, atë ka qenë e thjeshtë. Dhe unë kam parë, kur kam qenë në Afrikë, kam parë që kështu veprojshin me gjitha, nga që s'ka frigorifera, ishte mishi si petat e byrekut. I thatë, aq i hollë me fjalë, shkoshe ti në pazar, bleshe mish me fjalë, edhe
Kështu, e rëndësishme. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht, asnjë lloj problemi fetarisht. Deri kur mund të erim kurban me rastin e Kurban Bajramit? Kurban Bajramit theret në ditën e parë mbas faljes Bajramit. Kush e ka therë kurbanin para Bajramit, le ta përsërisi mbas faljes Bajramit. Pra therja e Kurban Bajramit kur fillon? Mbasi të falet Bajrami. U fal Bajrami, atëherë fillon edhe therja e kurbaneve. Deri kur ditën e Kurban Bajramit plus 3 ditë të tjera deri në akshamin e ditës së 4. Pra me 10 në kuptimin e datës hënore, që i bjerë 16 për vitin 2024, me 11, me 12, me 13. Atëherë, tani në vitin 2024, me 16, me 17, me 18 dhe me 19. Deri në akshamin e ditës 19 mund theret kurban. Po nëse ne e therim në kohë, po se kemi shpërndar akoma, për shembull, e therem ditën e fundit për ikindi. Dhe s'doli koha që ta rjepi me ta ndajmë, ta pastrojmë etj dhe hyni akshami. Kurbani është i saktë. Sepse nuk është kusht në mishin e Kurban Bajramit që të shpërndahet. A u therë në kohë, je në rregull. Përderisa u therë në kohë, je në rregull. A mund ta marrim thotë kurbanin nga kasapët të cilët janë musliman por nuk falen? Ne nuk i njohim këto terma. Musliman që nuk falet, ne nuk i njohim si term. Musliman jo praktikant, nuk i njohim si term. Njeriu ose është musliman, ose është qafir. Nëse ti thua që ky kasapi është musliman, atëherë mishi i tij është okay. Nëse ti thua që ky kasapi është qafir, jo thon qafir si them dot, atë përderisa se thua qafir, atëherë i bjerë me qenë musliman. Jo po nga që s'fal namaz. Ne kemi thonë, ne kemi përsërit me qindra dhe me mijë herë, nuk është kusht namazi për të quajtur musliman në mendimin më të saktë të dietarëve. Është një mendim i dobët brenda dietarëve të Islamit, një mendim shumë i dobët, sepse 4 mëdhëbet, 4 shkollat e njohura juridike thonë që ai është musliman edhe pse s'fal namaz. Vetëm nëse e mohon namazin, thotë ja, çfarë namazi thotë. Nëse e mohon, është qafir. Edhe nëse falet. Falet ai. Ata me namaz është kot pa e bëjmë për mirë, na eci marr. Ky është qafir edhe nëse i fal 5 vaktet edhe namazin e natës. A mund nëse dikush thotë, gjë thotë, namazi çfarë thotë, namazi është okay, është pjesë e fesë Zotit. Po pse s'falet ti? Po punë ta, ma vonë që nuk i bie hasha, nuk e mohon. Atë ky është prej muslimanëve, po quhet gjunafçar. A lejohet me marr borxh për të bërë kurbanin? Lejohet. Nuk e ke për detyrë. Ama lejohet. Pra dikush nuk ka qellu, nuk është koha e fundit muajit që të ketë lekët për shembull, apo diçka tjetër, thotë po marr borxh dhe bëj kurban. Lejohet, fetarisht lejohet. A ka për obligim që të marrë borxh? Jo. Sepse kurbani është obligim për atë që ka mundësinë, për atë që s'ka mundësinë. Kurbanin për të e ka bërë kush? Pejgamberi alayhis salam. Ka therë 2 kurban. Kurbanin i parë tha për mua dhe për familjen time. Ky kurbani i dytë tha për ummetin tim, për çdo njeri nga ummeti im që s'ka mundësi me therë kurban. Mbaroi historia. Kaq. Pyetje tjetër prapë që është me kurbanet, po na thonë që duhet të therim për çdo antar familjes nga një kurban. Kurbani bëhet një për familje. Se i bjerë që unë jam 14 antarë, për shembull, i bjerë me bë 14 kurbane. I bjerë me falimentu KMSH-ja. Jo unë me falimentu bashkë me komunitetin musliman shqiptar. Kështu që s'ka lidhje fare. Është një mendim, faktikisht është një mendim, po është mendim i dobët. Kurbani është për çdo familje. Për çdo kulm. Përveç se nëse jetojnë në një kulm, disa familje dhe gjithë secila ka ekonominë e vet. Në këtë rast, gjithë secili obligohet ose çdo familje obligohet. Për shembull, njëri nga djemt s'ka lidhje fare ekonomia e tij me ekonominë e familjes.
ka punën e vetë, jetën e vetë, hanë vetë, pinë vetë, çdo gjë e kanë vetë, s'ka lidhje. Ky obligohet, edhe pse është tek. Ama nëse ka një, si më thon, një familje ku ka një përgjegjës, që është babai, ai merret me menaxhimin e familjes, ku dëgjon ti gjithë hanë bashkë, pinë bashkë me kuptimin e shpenzimet e kryet familjarit apo me shpenzimet e kontributit përbashkët, atëherë kemi një kurban për familje. Argumenti, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e theri kurbanin, çfarë tha? Ky kurban është për mua dhe për familjen time. Sa antar ishte në familje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Shumë. Apo jo? Ai ka ndruar jetë dhe kishte sa bashkëshorte? 9. Kështu që edhe vetë 10. Po edhe fëmijët e nipat e mbesat e tjera, kështu që mjafton pra një kurban për familje. Po ndoshta këtë hadithin e kanë fut ata fermat që me shit sa më shumë kurbane. Atëherë vazhdojmë me pyetjen e radhës. A mund të theri, thot, femra kurban, se këtej nga ne thonë që s'duhet theri femra kurban? Po si ja theri që të shkeme të biles? Pse mos theri? E pse duhet theri vetëm burrat? Të theri që të shkeme të lejohet, nuk ka asnjë problem fetarisht. Pra nuk është kusht as nga kushtet e kurbanit, as të theris kurbanit që ai që e therë duhet jetë patjetër mashkull, burr. Po ka ca që thonë, a ma gjena një që ta therë? Po pse? S'ma ba zemra. As puls kam therë në herë një. Po mira, kur do të mësohesh ti? Kur do të mësohesh? Kështu që lejohet, nuk ka asnjë problemi fetarisht që kurbanin ta bëj një femër, një grua. Bile, unë e sugjeroj një gjë të tillë, mësohen motrat besimtare me therë, se nuk dihet se si vjen jeta. Thoshta plas lufta, do të më përball me dushmanin. Si do të përballesh me dushmanin? Duke u mçef apo duke u përball me të? Do të përballesh. Në ka ndruar jetë vjerri, Allahu mëshiroft, dhe rrobat i ka në raft të lara. Gratë e vjetra më thonë se ti lajsh është keq, qoftë se si lan. A dhe merren vesh këtë mohabet që thotë. Rrobat që i ka në raft të lara, gratë e vjetra më thonë se ti lajsh. Unë pa lexoj siç është këtu. Se ti lajsh se është keq në qoftë se si lan. S'ka albanalog që e përkthen këtë pyetje. Po unë thot nuk i kam larë as të rejat, as të vjetrat. As nuk i laj. E rëndësishme laj, mos i laj, nuk ka asnjë lloj problemi. Laj, mos i laj, nuk ka asnjë lloj problemi. Po i lave e në rregull. Po si lave, i dhurove ashtu si që në palame, dhuroj, s'ka problem. Ej, zotin më dhe lamë. Kam vjerë dhe një kunat që po mbën shumë zullum, e po mërzitëm shumë për zullumit. Burri po e thot dhe nuk po ndërhyjnë kur gjë, pra hiç fare. Janë mundu me na qit për shtëpie, pra me na nxjerr për shtëpie. Po ne nuk po dalim. Më thojnë, më falni me shprehje, kë pika pika laperic tili. Në e rëndësishme. Hajër, inshallah. Po dilni për shtëpi, pse rrini aty? Përderisa ato thonë dilni për shtëpi, shqyqyrën që të bëj kur thonë rrini mrena. Po përderisa ato thonë ikni, elhamdulillah, bashkë me burrin, bashkë me fëmijët dilni në vete. Edhe s'ka stres, stresi 0. Depresioni 0, tensioni fix, 8/12, tension piloti. Diabeti në rregull. Çfarë ti bëj kur thot edhe të sulmon edhe thot mos ik, ose s'ke ku të shkosh. Hajr inshallah. Këta janë muhabete Ballkani. A lejohet me fjet natën me derën e gjumit të hapur, pasi vjerri më thot që nuk duhet mbajtur dera hapur natën kur fle. Po mirë ka vjerri, ti je me burrin tat, të lesh dhe derën hap. Mirë ka vjerri, rregull është vjerri.
që e ka pikë, s'pas ka lujt, në rregull është vjerri. Nuk është punë besytnie kjo punë. Se kështu lejohet, po t'jesh vetëm në shtëpi, për shembull që s'ke njerëz në përkëmbë, lejohet që ta lësh derën e gjumit edhe dritarin atë bësh korrent, sidomos në këto ditë të verës. S'ka asnjë problemi fetarisht. Në vjerri ndoshta thotë se ju jeni burrë gru. Ai Zoti di se si mund të jeni gjatë natës. Atë vjerri thotë mbyllni derën, në rregull është vjerri që e ka pikë vjerri, Zoti e rujt. Kemi lexuar një libër që gjatë vizitës të varrezave lexohet El Fatihaja, Sura e Ikhlas, Sura e Yasin, Sura e Al-Haqqum Takathur. Nëse kalon në varreza e nëse i kalon varret duhet ta knosh Fatihan një herë, Ikhlasin 11 herë. S'ka argument për këto gjona, nuk ka lexuar pejgamberi sa sem Kur'an në varreza, as për të vdekurit. Nuk ka transmetim. Sidomos kur vjen kjo edhe e përcakton me shifër, kaq herë, kaq, s'ka argument. Gjithashtu korrja e barit ose preja e pemëve në varreza është e papëlqyeshme. Thotë e ka sjell një libër këtu. Sepse sa herë kohë që rritet bari dhe pemet u falen gjunahet të vdekurve. Ky libër duhet arrestu. Ky libër duhet ndalu nga qarkullimi. Ej Zoti më, alhamdulillah. Okej. A lejo thot pastrimi i varreve sepse i ka lënë varret e prindërve pa pastruar nga që ka lexuar këtë librin. Okej, tani e kuptova. Pastroj varret, pastroj. S'ka asnjë problemi fetarisht. A është keq me mbajtur lepur ose qen në shtëpi, se kështu na kanë thënë që është haram? Lepur lejo, s'ka asnjë problemi fetarisht. Qen në shtëpi pa arsye s'bën. Ka ndaluar pejgamberi sa që të mbahet qen, përveç se nëse bëhet fjalë për gjuhë e tij, përveç se nëse bëhet fjalë për blegtori, përveç se nëse bëhet fjalë për bujqësi. Arsye tjetër për të mbajtur qen nuk lejohet në Islam gjithmonë. Tek të tjerët le të bëjnë çfarë duan dhe si duan. Po me rujt shtëpinë për shembull nuk ka asnjë problemi. E man po e man jashtë. I ndërton aty një shtëpi, edhe rrin ke shtëpia vet ai, edhe del natën, ruan shtëpinë e ku dëgjon etj. Po që me marr qenin me majt në shtëpi në Islam nuk lejohet, sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë ai njeri që man qen në shtëpi pa arsye i bien nga sevapet çdo ditë 2 male shpërblimi. Dhe se me lajket nuk futen në atë shtëpi që ka klysh qeni. Klysh, po t'jetë qeni madh, edhe më keq akoma. Thot hadithi, kishte lënë pejgamberi sa për të takuar me Xhibrilin alayhis salam në shtëpinë e tij. Dhe s'po vinte Xhibrili alayhis salatu wassalam. Derisa doli pejgamberi sa jashtë dhe e pa Xhibrilin jashtë. Tha o Xhibril, pse s'erdhe? Tha ne me lajket nuk futemi në atë shtëpi që ka piktur ose skulptur ose qen brenda. Urdhon pejgamberi sa njerëzit për të kontrolluar dhe gjetën thot poshtë një krevati, se kishte disa dhomza, gjetën një klysh qeni që ishte strehuar për shkak të diellit, për shkak të vapës. Inshallah nuk zgjohen ata që i udhim sen kafshët më shumë se sa njerëzit dhe bën pastaj lajm. Ndërsa për sa i përket lepurit, lejohet, nuk ka asnjë problemi. Lejohet, lejohet. Ka një lloj besytnie që thotë s'bën me majt lepur se të ecën tërës. Po kjo s'është e vërtetë në Islam. Një lloj besytnie tjetër që s'bën me majt pllumba se të ecën tërës. Edhe kjo është besytni s'ka lidhje me Islamin. Para ca kohësh ka hedhur një story, një teolog. Hajde çka ka thonë ky teologu. Ku kishte vendosur një enë me ujë afër televizorit dhe aty në televizor kishte lexuar Kur'an.
A quhet pastaj ujë i kënduar, sepse ky hoxha thoshte, ky quhet ujë i kënduar. Me thonë arrestojeni, kam frikë se e kina mush burgun me kështu tipash. Jo, nuk quhet ky ujë i kënduar, thuj këtij teologut, këtij hoxhës, Zoti e udhëzoft, Zoti e mëshiroft, Zoti e drejtoft. Ujë i kënduar quhet kur i këndohet atij, kur i këndohet Kur'an. Jo kur e lën në një ambient që ka Kur'an. Pra ti lexo Kur'an dhe merr enin e ujit dhe i fryn. Ky quhet ujë i kënduar. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Vjeri më thot se ti je tersi i shtëpisë. Arsyeja është se unë nuk vej tek teqja në buzmadhe, sepse dhe burri im më falet. E kur i them burrit se kështu thot vjeri, thot po le të flasim, mos e kthe përgjigje. Mirë po mua thot më ka sos durimi, sepse po e nim edhe burrin, pra po e mallkon edhe burrin. Pra kemi një vjerri, pra mund të jetë vjerri dhe vjera të dy bashk, ortak në krim, ose mund të jetë njëri prej tyre, të cilët i thonë nusës që ti je tersi i shtëpisë. Po pse? Se nuk vjen buzmadh ke teqja atje. Nusja që e ka me tauhid, mashallah, Zoti e shpërbleft e Zoti e rujt. E nëse ka një ters, shtëpia janë këta, që shkojnë dhe i bëjnë shok Zotit, paganizëm, idhujtari, të shkosh në vendet tilla për të kërkuar fat, mirësi, për të kërkuar bereqet, për të kërkuar fëmijë, për të kërkuar shans, për të kërkuar mbarësi, për të kërkuar bekim, është idhujtari, shirk. Kështu që tersi i shtëpisë janë këta që bëjnë shirk, edhe jo kjo nusa e mirë me tauhid pastër që nuk pranon dhe bravo i qoftë. Bravo i qoftë. Një grua e mirë besimtare nuk i bindet krijesës kur kundërshtohet krijuesi. Edhe sikur të ishte burri që ti thoshte, hajde të ikim bashkë aty, kjo duhet thotë jo, s'është shirk. E jo më vjerë që s'ka asnjë lloj detyrimi ndaj tyre. Thot burri, thot le të flasim, mos i kthe përgjigje. Mirë e ka burri, mos u kthe përgjigje. Le të nëmën, le të mallkojnë, le të thonë ti je tersi, ti qesh më të madhe. A unë thu jam tersi, qesh më të madhe. Qesh, kur thonë ti je tersi i shtëpisë, ti qesh. Për 6 muaj ka onkologjiku. Po, ato thonë ti je tersi, ti acarohesh, ato acarohen, ti acarohesh, ke përshku ti ka onkologjiku. Kështu që më mirë qesh. Hajër, inshallah, hajër bof Zotit. Hajër bof. Kështu që burri ka drejtën këta si thot, mos u kthe përgjigje. Mirë po thot po mnimin edhe burrin, tani po i dhimbset edhe burri, mos e frit mendjen. Kur mallkimi nuk është i drejtë dhe i sakt, i kthehet atij që ka bë mallkimin. Kështu që mos e vrit mendjen se jenë në rregull, po Zoti ju udhëzoft, Allahu ju udhëzoft. Unë martohem në gusht, ajtë për hajër të qoftë Zot. Kam dasmën dhe elhamdulillah unë dhe bashkëshorti im falim 5 vakt namaz. Ecim sipas rregullave të Islamit. Ndërsa vjera ime më thotë që ditën kur do të bëhet dhëndër djali, unë do t'i vendos zhidh, mërkur. Do t'i vendos zhidh për arsye mësyshi, apo që ta ruaj nga të këqijat. Por unë dhe bashkëshorti e dim që kjo është shirk. Por e kemi të pamundur ta ndalojmë, nuk e bindim dot. Përgjigjen për këtë e ka dhënë pejgamberi alayhis salam kur tha: nuk lejohet ti bindesh krijesës kur kundërshtohet krijuesi. E merr zhiven atij, kur thotë unë na zhiven, e merr zhiven atij dhe e hudh në zjarr, në flak. Ku ta gjej zhiven ajo? Sa ku ta gjej zhiven? Vetëm pas lidhje me laboratorin e kimisë, që t'ja bin me post. Kështu që nuk lejohet një gjë e tillë, sepse kjo është shirk i vogël. Pra kush beson se zhiva e run nga mësyshi, nga të këqijat, ky ka rënë në shirk të madh.
Kush beson se Zoti e ka bërë sebeb, ka rënë në shirk të vogël. Sepse ka besuar si sebeb, pra si shkak. Diçka që Zoti s'e ka bërë shkak. E kush beson se zhiva të run, ky quhet shirk i madh. Prandaj në këtë rast djali, dhëndri dhe nusja, Zoti u aboft jetën të lumtur, e kanë të ndaluar që t'i binden nënës në këtë rast. Inshallah e merrni këtë videon time, edhe ja tregoni nonës, vjerës, edhe vjera inshallah i thret mendjes edhe nuk bën akte të tilla. Unë do i them kësaj none, e cila normalisht e ka për mirë shkreta, do i them që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush bën një gjë të tillë për ta ruajtur dikë nga e keqja, Zoti heq dorë prej atij njeriu. Prandaj o non e dashur, mos u bëj sebeb që të largohet Zoti dhe të heqë dorë Zoti nga djali jot që do të jetë dhëndra dite dhe nga nusja jote që do të jetë nusja e dhëndrit dhe nusja e kësaj shtëpie. Mos bëj një veprim të tillë, se nëse ti bën një veprim të tillë, Zoti do të heqë dorë prej tyre dhe ti e mbart mëkatin. Do të thosh ti s'ka problem me mbartun. Jo, nuk bën. Ta mbartësh ti, po edhe nëse djali ty të bindet, tek Allahu konsiderohet mos respektuesi prindërve. Një nga normat më të rrezikshme të mos respektimit ndaj prindit është ti bindesh atij në mëkat. Pse? Sepse po bëhesh sebeb që ky prind për shkak të bindjes tate në mëkat të dënohet në botën tjetër, e s'ka norm më të lartë të mos respektit ndaj prindit se sa të bërit sebeb ti që ata të dënohen për shkakun tënd. Si s'marru në njerë këto muhabete në Shqip. Do të bëj kurban për Bajram dhe desha ta bëj me njet për shtëpinë. Bë kurban vëlla dhe marroni historia, s'ka nevojë për shtëpinë, për çatin, për tjegullat. Bëj kurbani vlen për familjen, për gjithë familjen. A lejo të punosh me maskota? Lejohet, nuk ka problem. A dini ç'është maskota? Bravo, kur vishin ato kështu, si miush, si arush, si dudush, edhe dalin lozën me kalamet, lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. Përshëndetje. Hoxh, desha të pyes në lidhje me kurbanin për Bajram, se në familjen time e bën kurbanin te një tejqe aty dhe e kanë si rregull që e bën një ditë para ditës së Kurban Bajramit. Po kam lexuar se nuk quhet kurbani nëse bëhet para faljes së Bajramit. A është e vërtet? Këtu kemi dy big problema. Problemi i parë i madh është pse duhet therr kurbani ke tejqja. Kjo është shirk, i dhujtari. Përse? Ku e ketin fenë Allahut? Kur'an, nuk po flas me hadithet. Në Kur'an ma gjej që there kurbanin ke xhamia, për shembull. There kurbanin tek tejqja të tyre, ku e ke në Kur'an? Pse? E para. Pra kemi të bëjmë me problem më të madh se quhet kurbani apo s'quhet. Problemi më i madh kush është? Therja e kurbanit në tejqe, të qitë prej feje. Do thoshte po njerëzit janë ignorant. Ne po flasim rregulli është ky, po njerëzit janë ignorant, okay. Po rregulli është ky që kush therr kurban në këto vende bën shirk. Shirku është i pafalshëm. Pastaj problemi i dytë, që s'është asgjë në krahasim me të parin, është e therrë një ditë përpara, s'quhet kurban. Nuk quhet kurban nëse therret një ditë përpara. E treta, duhet më u pendu, dhe duhet me e bo kurbanin masi theret Bajrami që quhet kurban, për ndryshe nuk quhet. Hoxh, dëgjova se nuk lejohet të presh flokët apo thojt këto 10 ditë para kurban Bajramit, se për ndryshe kurbanin nuk quhet as Bajrami, s'është e vërtet.
edhe nëse dikush prend thojt apo flokët, apo qethet, apo rruhet, kurbani është i saktë. Bajrami është i saktë. Çdo gjë është okay. Thjesht ky njeri ka bërë një ndalesë, po ndikon kjo në saktësinë e namazit Bajramit apo të Kurban Bajram, nuk ndikon në saktësinë. Thjesht ke bërë një gjë që s'do ta bësh, po është e saktë. Se na kanë bërë këtë punë e thonjve dhe sikur me qenë droga, sikur me qenë alkooli, gjitha faqet e TikTokut dhe të Instagramit vetëm për këtë temë flasin. Thua ti që është do bon nami, po të qeti kush flokët. Në këtë 10 ditë, pse është do bon nami, rëbun? Thjesht ka bërë një gabim kaq, pse me e zmadhur çështjen më shumë sa ç'duhet. Mund të ketë ardhur për këtë temë që qeka kjo pyetje këtu, ndoshta 300 mesazhe vetëm për këtë punë. Që po bëhet, po të bon nami. Do të qethi njëri flokët apo do të presi thojt. Kurbani është i saktë, Bajrami është i saktë, çdo gjë është okay, thjesht personi ka bërë një gabim. Duhet pendohet dhe mbaroj historia. Në qoftë se i kam premtuar Allahut që nuk do bëj një gjuna të caktuar dhe e kam thyer premtimin. E para duhet pendohesh se ke thyer premtimin. Ti me thyer premtimin tek një njeri është mëkat, e jo më të thysh premtimin që i ke dhënë Zoti. Pra ke bë 2 gabime. E para se po bën një mëkat që s'duhet bësh mëkat, faktikisht, dhe e dyta se për këtë mëkat ti ke premtuar Zotit se s'do bësh, po e bën. Atëherë duhet që të pendohesh 2 fish. Pendim pse po bën mëkat dhe pendim pse ke thyer premtimin që i ke dhënë Allahut xhelalu. Përshëndetje, thonë ka ndodhur një rast që ka unë naza dhe unë po e kërkoja, pasi pastrova gjithë vendi nuk e gjeta. Më vonë e gjeta tek vendi që isha në fillim, që ndërkohë e kisha pastruar. Thot populli, sheh Fiqiriu, është gja Fiqiriu këtu se mos ngelatër. Selam aleikum. Thot populli sheh, nuk sheh syu, po sheh Fiqiriu. Pra fikre, nuk sheh syu, po sheh menja. Pra nga njerë një të duke sikur se gjenë, po ashtë aty, si puna ati që e kishte vu lapsin në vesh, edhe kërkojte në gjithë shpinë për lapsin. Ose ati që kishte vu kapelen kokë dhe kërkojte kapelen. Ose ati që kishte celularin dorë dhe kërkojte celularin. Kështu që nuk ka problem. Është gjëra që ndodhin, pra nuk duhet ta zmadhojmë shumë situatën, gjëra që ndodhin janë stresit zero. Më ka ardhur ky mesazh. Hajde ta shohim çfarë ka ardhur. Sot e premte 7 qershor. Hilali i muajit Dhulhixhe është parë. Në Shqipëri data 8 qershor është dita e parë e Dhulhixhes i 1425. Kësaj dita e Kurban Bajramit është 17 qershor 2024. Dita e Arafatit është 16 qershor, ndërsa Kurbani 17 qershor. Larg këtyre njerëzve o vëllezër. Kjo kategori njerëzish i kemi kaluar, elhamdulillah. Ka dash Zoti që e kemi kaluar këtë fazën e fitness, fazën e përçarjes, fazën e fitnexhive. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Bajrami është kur e bëjnë muslimanët. Fitr Bajrami është kur e bëjnë muslimanët, Kurban Bajrami është kur e bëjnë muslimanët. Ramazani është kur agjërojnë muslimanët. Mbaroi historia. Muslimanët e këtij vendi në këtë vit e kanë Kurban Bajram në çfarë date? Me 16 qershor 2024. Mbaroi historia, e ka mbyll meselen kush? Pejgamberi sallallahu alaihi. Këta janë fitnexhi. Dhe ndaj këtyre njerëzve duhet me qenë larg. Sepse flasin me ajete, flasin me hadithe, po faktikisht nuk e kanë kuptuar as ajetet as hadithet. Thjesht keq citim dhe keq interpretim. Thjesht me bë 2 bajrame musliman, me pas 2 dita Ramazani, 2 dita të fundit Ramazanit, 2 ditë Fitr Bajram dhe 2 ditë të ndryshme Kurban Bajrami. Larg këtyre njerëzve, pra është një fazë që elhamdulillah e kemi kaluar, po janë aktivizohen nga njëherë këta dhe për hapin të tilla
mesazhe. Për hapin të tilla mesazhe, prandaj larg këtyre njerëzve. Nuk ja ka parë hajrin këtyre njerëzve askush. Vetëm sherr i ka parë ummeti kësaj kategorie njerëzish. Prandaj rrini larg tyre. Pra, për ta mbyllë, se dikush mund të lexoj, Kurban Bajrami për këtë vit, pra viti 2024, është 16 qershor. Edhe jo siç thon këta, 17. E dyta, argumentin e dhash, ka dhe argument tjetër, është parë hëna e Dhulhixhës. Në shumë vende islame është parë hëna e Dhulhixhës. Jo më vëlla, këto duan ato ta shohin ndajt orashe di, këto po se pa ndajt, to s'është pa hëna. Po se pa në korab, s'është pa hëna. Po se pa në tomor, të thonë s'është pa hëna. Po pse më ju jeni ata që e vendosën këtë punë? Pejgamberi se nuk tha kush e shef ndajt, as nuk tha kush e shef në tomor, në korab. Hëna, muslimanët, e kanë parë muslimanët, obligim për gjithë muslimanët me agjëru. Pra kemi dy arsye të forta që kjo temë mos të hapet. Hoxhi nderuar, shpërndar ky postimi. Hajde, ta shohim këtë. Nga faqja, pa e bëjmë kështu që të morin mësim vëllezërit që mos të shpërndajnë as mos besojnë çdo lloj faqe. Është një faqe Globi Islam. Islami krenaria jon. Thjesht po a them me fjalë që ti keni parasysh. Ja çfarë thot. Nëse shen një gjarëbër foli 3 herë me radhë, thuaj, ke ndonjë të lash me mua, mos qëndro në shtëpinë time. Po mirë, po pastaj, se s'na ka tregu që ka për para, që ka mrapa. Pra ideja kush është, thot, nëse vrit gjarëbrin me një herë, po thuaj herë këtë muhabetin, a ke ndonjë të lash me mua? Jo, thot ai gjarëbrin, nuk kam ndonjë të lash, po më pëlqej shtëpia jote se kemi kondicioner, kemi gjithë mirat, frigorifer, lavatriçe. Këta nuk ka kush i arreston. Këta nuk ka kush i burgos. Mirë po populli që s'merr vesh nga këto muhabete, shef aty Globi Islam. Shiçë emri ka një herë, Globi Islam. Globi Islam. Kupton? Kurse këtë tjetër që e ka faqe e bukur, Islami krenaria jon. Po e kur thush Islami krenaria jon do të kesh dituri. Flasësh argumenta, jo telenovelat. A mund të bëj kurban me 2 niyete, niyetin e Kurban Bajramit dhe niyetin për kurbanin e lindjes fëmijës? Jo. Si u bashkohen? Kurban Bajrami është obligim vete, fëmia është gjallë vete, nuk ka pse më i përzi. Kështu që jo, gjithë secilin vete. A debërton uji tek hunda nëse na ka ngelur aty krem hidratues? E para unë s'mor vesh fort nga këto kremrat, e para që e dyta në Islam kur është thonë më fut ujin hun, nuk është thonë me u fut në qelizë të hunës. Thjesht futet ujin hun, kaq, nuk është kusht patjetër të debërtoj deri në gjak ujë, të prekë qelizat e gjakut, të mrenë. Jo, s'është thonë askund. Kështu që s'ka problem. Edhe nëse ka krem, ka lënë me krema i miku, se ka pas dregza. I kanë pas bo me dregza, s'ka problem. Nuk ka së e rëndësishme është të futet ujin hun. Kështu që s'ka problem. Stresit zero. Kam një shqetësim e kam djalin 19 vjeç dhe kohët e fundit ka pa një video në TikTok dhe s'po mundet me flenjt për shkak se po kujton vdekjen. E i zoti më, alhamdulillah. Po të fali namaznatët paktën, mi që s'po flej gjumë, qohet, Allahu ekber, tritu u falë gjithmonë. Ai s'po flen që s'po flen. Paktën të mori abdes, çuni, që ka thonë hoxha, ja lexuam pyetjen hoxhës, tha hoxha thuj çunit, mori abdes, të filloi të falet. Wallahi bilaj, sa të shkoj kërë kati 10. Sa të shkoj kërë kati 20. Kur të t'i vi gjumi kështu, si
si ari. Kështu që hajër inshallah. Ka pa një video në TikTok, ka morë 19 vjeç pra. Unë thash sa është në fëmijë 9 vjeç për shembull dhe i ngel mendje, po 19 vjeç e rëndësishme. Duhet me i dhonë një video tjetër, ku flitet për xhenetin, ku flitet për një dasëm, si martohet muslimoni për fëmijët. Duhet me i dhonë me që orientohem me video, duhet me i thonë sa video tjera që inspirojnë gëzim dhe kënaqësi. Me që e pasa trem kjo video e vdekjes. Ose na e silli herë të flasim me të. Na e silli herë ta shkundim. Ky djalit i duhet thonë që Zoti ka thënë në Kur'an, nëse vjen momenti, as vjen para kohë, as nuk shtyret në kohë. Pa nëse vjen momenti e xheli as vjen para kohë, as vjen mas kohë. Kështu që o vlla, ti që je trem, mos e vrit mendjen se po që shkruajt, edhe pse je trem ka për të ardhur. Po që shkruajt, edhe pse je trem, nuk është se po e vonon frika jote, apo e tremja jote, po thjesht s'ka ardhur momenti. Pra njëri që beson Kur'anin nuk do të ketë problematika të tilla, pse se Zoti thotë në Kur'an, e kam shkruajt unë dhe e di unë, e kam caktuar unë vdekjen. Kështu që s'ka pse të ketë njëri problematika të tilla, po i moshëm i ka thonë që mendja është gjë e madhe. Edhe më të vërtetë është gjë e madhe. A është lejuar agjërimi i ditëve të Dhulhixhes? Se disa thonë që është bidat. Këta që thonë është bidat duhet me i denoncu, policit gjithë, duhet me i çuar në arrest. Arrest shtëpie 6 muaj. S'duhet dalin nga shtëpia. Sepse kanë thonë diçka që s'e ka thonë askush. Po janë një grup njerëzish, cilët janë të prirur të bëjnë çfarë interesantin. Se ka e kanë gjetë një llaf apo një menim diku, ata e bëjnë gurgule edhe e shfaqin, sepse ky është menimi që tërheq me mendjen dhe bjerë në sy. Këta janë njerëz të murë, si puna aty në Mehonën, këta janë grupi i kundërt. Që çdo gjë e kanë bidat, ata e kanë çdo gjë qafir. Këto thonë bidat, këto thonë qafir. Këto thonë tagut, këto thonë hizbi. Janë të njëjtat rregulla, thjesht këta dalin për përfundimin qafir tagut, këta dalin me përfundimin bidat hizbi. Të dyja grupimet janë rrezik i madh edhe fatkeqësi e madhe në trupin e bashkësisë islame. Nuk ja ka parë askush hajrin deri më sot këtyre dy grupimeve që t'ja shohim ne, prandaj larg këtyre njerëzve të smur, sepse do t'ju infektojnë. A është e vërtetë që thot një hadith, vaji i farës së zezë i laç për çdo sëmundje. Këta e kanë gjithë këto që shesin vaj farës së zezë. Jo, nuk është hadith i saktë. Mashtrim. Kujdes se duan me shit vajin e farës së zezë. Vaji i farës së zezë është të bishëm, është i mirë të gjitha, okej. Por hadithi nuk thot vaji i farës së zezë. Hadithi çfarë thot? Fara e zezë. Jo, po kjo del për kësaj, orë zotëri, ne duhet i përmbajemi kujt tekstit. Teksti çfarë thot? Fara e zezë, shërim për çdo sëmundje, përveç vdekjes. Fara e zezë. Kur thuti ka thënë pejgamberi, duhet ta thush siç e ka thënë. A ti mund thush, vaji fara e zezë është shumë i mirë, sepse pejgamberi sa ka thënë, fara e zezë është shërim për... Okej, s'ka si problem. Ama që thuash ka thënë pejgamberi sa vaji fara e zezë, kjo s'është e saktë, s'është korrekte. Prandaj më qenë kujdesshëm. Ose desha me të vet, pra me të pyet qysh si bëhet njeti për kurban. Me zemër di Allah. Me zemër bëhet njeti, Zoti e di që ti këtë kurban po e therr për Bajram, maro historia, stresi zero. Doja të thoja për disa vëllezër musliman që dalin, hapin live në TikTok dhe hapin ligjërata dhe flasin për fe. Po, më
më pas si shkojnë motrat, ju kërkojnë numrin dhe snapin, apo rrjetet e tjera me fol me to. Cili është mendimi juaj sepse dua që këtë pyetje ta postosh? Mirë mua bëjnë. Përderisa motrat futen ke vllezënit i kërkojnë numrat, po këto a japim, se s'na e mbarove historinë, fabulën nuk na e mbarove. Po këto motrat ju përgjigjen këtyre apo ju bëjnë blok. Për këtë arsye, fatkeqësia e madhe, si tha i tha, cila do të jetë fatkeqësia më e madhe e brezit që po rritet? Thuhet, nuk kam transmetim të saktë, po më kanë thënë që Einsteinin e kanë pyet. I kanë thënë Einsteinit cila është fatkeqësia më e madhe e brezit që do po rritet. Ka thënë kur teknologjia të zbresi në duart e njerëzve. Teknologjia në duart e njerëzve. Dela në TikTok aty, flet për fen, thotë që është në gjallë Sheikhul Islam Taymija, automat ligjërat. Thotë që Ibn Bazi është në gjallë edhe herë të fol për Islamin, aq bukur, aq mirë. Sa të futen goca aty, thot, u shkruajnë në privat, thot. Ma pëlqej numrin celular. Ma pëlqej snapin. Ej, Zoti më alhamdulillah. Po prandaj ka thënë Zoti në Kur'an, çfarë ka thënë? Pyesni TikTokun nëse nuk dini, pyesni Instagramin nëse nuk dini, pyesni Facebookun, pyesni Googlein, pyesni AI-n. Allahu thotë në Kur'an, pyesni dietarët, pa kjo fe merret me gojë. Kjo fe merret nga njeriu. Kjo fe merret nga burimet sigurta. E mani men atë që pa dalë atëherë, tani ka dalë, nuk e bo kryqin ai, që pa dalë atëherë që duhet çalma, po duhet qelesh, duhet kjo klisi e tjetë e gjohë, majtë vetëm për shqiptar. Kështë e kalu fare, do më thëmë. Kështu që feja e Zotit merret nga burimet e sigurta. Pastaj, që duhet kënë motrave që është duke folë dikush për Islamin dhe motra e bjerë të fikë, me njëherë futet për të ngjuar se një vëlla besimtar po flet për Islamin. Ç'të duhet. Po pse më mendi lehtësi nga ana e motrave, për këtë rast problemi është ke këto motrat, që çdo kush që flet për Islamin u i bjerë të fikë, në menjëherë. Çfarë lidhje ka VX ti e merr fen, libri i Zotit, Sunet e pejgamberit, nga dietarët, nga hoxhallarët marrë historia. Në këtë rastin aty që thoshte Kurani vetëm, sa fitnë bonin njerëz. Kokra qafirit, kokra mohusit, njëri pa fe, duke fol me Kur'an, mori me vete kështë disa njerëz. Elhamdulillah, që Zotit njerëzit janë ndërgjegjësuar, kanë ardhur mend, po dua të them me fjalë. Kjo është mendjelesi, për këtë arsye nisa me sarkazm. Është mendjelesi nga ana e femrave. Që nuk është faj, stakfirullah, më thonë zë. Ke këta, faj është ke këto. Ç'të duhet që futesh? Ç'të duhet? Ku e ke gjetin fen ton që kur të flitet për Islamin ulu, në gjohë? Ku e ke, ma thuj në event ku thuhet një gjë e tillë? Askund. Njështë që si kërkojnë me bon nikahun. A është i saktë hadithi më poshtën pirja ujit të mbetur mbas abdesit është shërim për 70 lloj sëmundjesh. Më e ulta prej tyre është pikëllimi dhe telashet. Zoti më, o Zot, na jep sabër. Jo, nuk ekziston ky lloj hadithi, o njerëz. O Allah ju zoft. Nga i gjeni këto gjona më burr. Vajzat e reja na kanë qitë trut, për këto thojnë kanë dëshirë të vendosin thonjë. Po unë si nën nuk i le, se është haram. Ta shkojnë video që s'qen ka haram. Po me çata më shkret. Ti thu haram, tani ka dali video që thotë s'është haram. Po unë çfarë faj kam? A mos do mendimin tim? Mendimi im është që është haram. S'ka dyshim që është haram. Sepse pengon abdesin, një. Që del pa abdes, po dole pa abdes, del pa namaz, po dole për namaz, ka i mendim që thotë je qafir. Pse lu me zjarrin? Një. E dyta, s'është në traditën
e femrës muslimane me vu thoj, o njerëz, nuk është traditë e jona. I dërguar Allahu sa më ka thënë, men tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Kush i përngjason një populli, është prej tyre, nuk është traditë islame me vu thoj. Është traditën islame për femrat me i bë thojt me kna, me bë piktura me kna, po lejohet, sepse është traditë e transmetuar. Me i bë zi, me kna, lejohet, s'ka asnjë problemi. Ama me vuthoj, me gafore, me peshq, me pemë, me ku dëgjon lloj fantazie, kjo s'ka lidhje me fenë e Zotit. Kështu që ti nonë je në rregull, sa video kanë për do dalin edhe video tjera, pse dalin video ti do thotë do të dësh menimet ti, rri aty ku je në rregull. A është gjuna mos me ja çel derën një gruaje komshik, pra komshije, që nuk është mirë me kujtesë dhe merret me letra tarot. Vjen shpesh në derë dhe i bjen zilës edhe gjithmonë merret me këtë punë. Për ishe mos e hap derën, po, në rregull. Presim një djalë, inshallah ardh me shnete, me ymër, me iman, me besim. Tani do të pyesim për kurbanin. Ne të dy jetojmë jashtë. A mund të shpërndajmë një pjesë kurbanit tek prindrit tanë dhe vëllezërat apo duhet dalë jashtë nesh kurbani? E rëndësishme është bëhet kurban, nuk ka problem. A e hani ju, a hajnë prindrit, a e hajnë komshit, a e hanë lagja, a e hanë xhamoti. E rëndësishme është me u bë dy kurbane dhe stresi zero. Si jemi me kohën? Atë 3 pyetje kemi, kështu që po i marrim edhe këto 3 pyetje. A duhet të ndrojmë abdes nëse prekim qenin pak nga sipër tek pjesa e kokës? Jo. Thjesht lahen durt dhe abdesi është në rregull. Jam fillestar në namaz me 5 vaktet, jam punë dhe s'kam kohë, shkoj gjithmonë në xhami. Dhe s'kam kohë të shkoj gjithmonë në xhami, po. Kam një dhomë të vogël aty tek puna që duhet ta pastroj dhe të falem aty. Por problemi është ajo ka qenë më përpara tualet, dhe tani janë mbyllur gjitha tuba dhe s'ka asgjë. Jo, është okay, s'ka problem, fetarisht nuk ka problem. Sa ajo ka qenë më përpara, nuk ka problem. E rëndësishme është të jetë e pastër. Një musliman nga keq kuptimi kur e ka mësuar fillim çështjen e mesit mbi çarape ka menduar që vetëm vishen çarapet me abdes dhe vlen kjo 24 orë. Pra vetëm i vishte me abdes dhe pastaj nuk merrte më mes 24 orë dhe mas 24 orësh i hiqte çarapet, vishte çarapet prap. Çfarë duhet bëj ky për gjithë to kohë që ka fal në këtë formë? Duhet i përsërisë, avash. Duhet i përsërisë gjitha. Pa ka kuptuar keq, po pra ka kuptuar keq. S'është pa jon, pse ka kuptuar keq? Allah e letësoft. Ni majshënim, kur e ka filluar këtë muhabet, vallai para 5 vjeç. Avash. Tik. I përsërit gjitha. Pse? Sepse gabimi këtu është në çfarë? Gabimi këtu është në kushtin e namazit. Dhe gabimin në kusht e bën pavlefshëm. Njësoj si kur ti kusht falet, le të themi nga Vatikani. Ka fal 5 vjet i drejtuar nga Vatikani. I quhet namazi këtij? Po. Si quhet? Po pse se ka ditë? Të pyeste nga duhet më u drejtuar në mbaroj të historia. Sa është ndryshe kur fali ditë nga Moskva apo nga Vatikani, apo nga New Yorku e se ke ditë, se ke menu se kënër është qabja, me atë shkencën tatet mençme që jeti, yjet e planetet e kulturë, këta vallaj kënej, fal ka New Yorku, s'ka si problem fetarisht quhet. Amo namazin tjetër s'quhet, mos duhet pyesësh. Do të interesohesh që punës, nuk mund të zgjasi një gabim në kushtet e gjës, as në shtyllat e gjës, kaq kohë. Quhet kur gabon një herë dy, okay, po jo, përjetësisht. Kështu që Zoti ta letësoft, duhet me i përsërit të gjitha, Allah ta letësoft. Pyetja e fundit, nëse kemi bërë shumë përgojim të çështja e pendimit. Nëse na treme. Nëse kemi bërë shumë përgojim të çështja e pendimit, përveç pendimit, kur nuk mundet muslimanit t'ia kërkosh halallin, pra ke përgojuar dikë thotë. Sepse ke hall se mos përkeqësohet raporti mes teje dhe atij. Në këto raste bëhen 2 gjëra. E para kërkohet një hallallik i përgjithshëm. Njerëzit na balla, i kërkon një hallallik i përgjithshëm, e para. E dyta,
do të lutesh për të gjithmonë, derisa të mendosh se e ke shly gabimin ndaj tij. Gjithmonë nuk kam përgjithësim derisa të vdesësh, po për një kohë të gjatë do të bësh dua për këtë person. E treta, ku e ke përgoju, duhet me rregullu muhabetin. Po pra me ndru, pra nëse e ke përgoju, për shembull, Krishtin do bë muhabet me Baftjarin, ne i ka thonë Baftjarit, e ditë si është muhabeti për filan kështu. Duhet i thosh Baftjarit gjë, di si është puna, Zoti më fal, po atë ditë kina bë gabim se kina bë përgojim, Zoti na fal, e kështu. Pra duhet me ndru muhabetin, duhet me rregullu muhabetin aty ku ke përgojuar. E nëse nuk është e mundur, ai robi ka ik, ose Baftjari ka vdek, i kanë fal xhenozën para jave. Çfarë do të bësh? Si shkresh ke varri, o Baftjar kina bë përgojim. Në këtë rast, mjafton pendimi, kërko hallallik përgjithsisht, në mënyrë përgjithshme ndaj personit, dhe e treta lutu për të derisa të mendosh se e ke la muhabetin. Allahu din më së miri, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.